Rikthehet për të gjithë juve që e keni pëlqyer tash e sa kohë. E mysafirja e parë për këtë sezon është Big Mama. Kë zgjodhi ajo e ka injoroj, e shohim bashkë tani. Përshëndetje të dashur shikues, nga unë Big Mama, këtë javë në rubrikën Kë zgjedh, do të më ndiqni mua se këtë zgjedh. Në Mirazh, jam unë Big Mama. Ju keni vendos me më shtin fërka me tontë mu? Po, a? Okej, Elita Ziberi. Koko, a dini si e keni bëju këtë punën? Ma mirë, mi vrasë sa mi zgjedh. Kështu që, a zbën taksim? Atëherë me që kohën e fundit më shumë kam pat afërsi Leonora Jakupi. Tash jo, subo, tash u prish. Nuk mund daj. Bën 2, atëre Lori dhe Shkurtegashi. Jo, definitivisht keni vendos. Shumë pozit kesh jam, nuk mund ti ndaj. Të dy kanë në vend veçantë, Shpat Kasapi apo Adrian Gaxha, dhe të bëjmë lokaliste Shpat Kasapi. Dafina. Të dy e kom shumë gjatë, po dhe t'i them ato të kohën e fundit me të cilët takohen më shumë edhe të cilët i kam më afër, Adelina tej. Mund t'a them tash lirisht se nuk më shojnë edhe nuk më dëgjojnë. Hiliri. Arbana Osmani. Të preri njërës poshtria edhe mikret e flokt, Monika, që kom shumë gjanë, si ti ndajmë të dyja, Beniada ishte disponimin. Po thëmë Beniada. Meda. Jo, së një ndaj. Po, normalisht që nuk diskutohet një shoqëri 20 vjeçare dhe një shoqëri 5 vjeçare, kështu që definitivisht labi. Genta Ismaili. Tash e ki kënaq. S'qysh me nda. Pila të dytë këtu, pila të dytë, po, e di që Bertoni unë turkisë e shekët e po thëmë Roberti. Këta mund të dyjat, së një ndaj. Pak, të dyjat, së një ndaj, këto dyjat, së një ndaj. As njona hiqë. Pse? Se nuk janë jetën time. Këto ishin zgjedhjet e mia, shpresoj që këtë intervistë, këtë rubrikë, mos ta ndjekin kolegët e mi të dashur, apo shokët e shoqet e mia të dashura, për shkak se mendova se koma ik nga sheri i Big Brother, akoma edhe jashtë po vazhdojmë me përplasje, me lufta edhe me të përlame. Kështu që për herë në ko fesati. Shikues të dashur, me kaq ardhëm te fundi i emisionit për sot, duke lënë takim përsëri të premtë në ardhshme në orën 18:10 në ekranin e televizionit të Shtat. E jo, mos harroni që të gjitha materialet i gjeni menjëherë në kanalin e Lajmi.net në YouTube dhe në të gjitha rrjetet tjera sociale me të njëjtin emër. E deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje.